Njerëz të cilët janë tubuar në një kafaz, njerëzit më të paturpshëm, që s'mundesh me gjetë në popull njerëz deri në atë nivel të paturpsisë. A është ky problemi? Nuk është ky problemi. Po ata çashtu janë, ata janë edhe aty brenda, edhe jashtë. Jeta e tyre është kjo. Mirë, po ai i cili ulet dhe i shikon ata, unë nuk mundem me kuptu. Gjej një njeri të mençur, qoftë musliman apo edhe jo musliman, i cili ta gjen një arsye, një kuptim për çfarë ata duhet të përcjellen. Ai i cili në familjen e tij me qëllim mbjell hipokrizi, me qëllim mbjell shfrenim, mbjell degenerim, mbjell shkatrimin e moralit të familjes së vet, dhe çka mbetet në një popull në të cilin humbet morali. Ky popull ka qenë popull i moralit, i xhelozisë, i nderit. Në këtë popull njerëz kanë vdekë, kanë dhënë jetën për nderin e tyre. A janë këta njerëz, ata njerëz?